Suedia ka shpallur një investim prej 100 milion kronash, 9.2 milion euro për të rinovuar bunkerët e mbrojtjes civile pasi ka paralajmëruar qytetarët e saj që të përgatiten për rrezikun e luftës pas agresionit rus në Ukrainë. Me 64 mijë strehimore të shpërndara në të gjithë vendin, Suedia ka më shumë bunkerë se shumica e vendeve të tjera, me hapësirë prej rreth 7 milion njerëz, mbi 2/3 e popullsisë së saj. Por që nga ndërsimi i Suedisë në NATO në mars të vitit 2024, Agjencia e Kontingjencave Civile ka shtuar inspektimet e këtyre strehimoreve, disa prej të cilave mund të strehojnë mijëra persona njëherësh. Bunkerët janë të dizenjuar për të ofruar mbrojtje kundër valeve goditëse dhe fragmenteve të bombave, shpërthimeve dhe nxehtësisë nga armët bërthamore, rënjes radioaktive, gazrave nga armët kimike dhe atyre biologjike. MSB njoftë të hënën se ka nisur një projekt madhor për modernizimin e këtyre strehimoreve, një proces që pritet të zgjatë 2 deri në 3 vite. Një nga përmirësimet kryesore përfshin rinovimin e filtrave që mbrojnë banorët nga armët kimike dhe radiologjike. Kryeministri Ulf Kristersson deklaroi në janar se Suedia nuk është në luftë, por as në paqe. Kjo lëvizje është një tjetër tregues se Europa po përgatitet për një konflikt të madh në vitet e ardhshme. Finlanda ka njoftuar se do të ndjekë vendet baltike dhe Polonin në tërheqjen nga një traktat që ndalon minat kundër personelit. Ndërkohë Bashkimi Evropian javën e kaluar këshilloi çdo familje në bllokun e 27 shteteve të ketë gati një pakon mbijetese për 3 ditë në rast lufte apo fatkeqësisht natyrore. Një general i lartë gjerman paralajmëroi gjithashtu se vendi do të duhet të rikthejë rekrutimin e detyrueshëm për të garantuar mbrojtjen e tij. Pas përfundimit të luftës së ftohtë, Suedia kishte ulur ndjeshëm shpenzimet ushtarake, por filloi të rrisë ato sërish kur Rusia aneksoi Krimen në vitin 2014. Në 2015, autoritetet suedeze riaktivizuan strategjinë e mbrojtjes totale, e cila kombinon mbrojtjen ushtarake dhe atë civile.